Një tjetër markë e qumshtit Formul për bebe ka rezultuar me praninë e një toksine shumë të rrezikshme për shëndetin e tyre. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit informon opinionin publik mbi njoftimin e ardhur nga sistemi RASAF, pasi gjatë kontrolleve zyrtare të kryera në Gjermani është konstatuar prania e substancës cereulide, një toksinë prodhuar nga bakteri Bacillus cereus në formul për infant. Konkretisht bëhet fjalë për produktin Aptamil 1, Pronutra 800 gram Advanced, numri i artikullit 172911, data e skadencës 10/11/2026. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën me dije se trupat inspektuese në terren janë angazhuar në verifikimin dhe tërheqjen e menjëhershme të produktit nga tregu. AKU i bën thirrje e konsumatorëve nëse e kanë blerë këtë produkt dhe kanë në gjendje ta kthejnë atë në pikat e shitjes. Kjo është hera e dytë që evidentohet një problematik në qumshtin për foshnjë brenda këtij muaji. Pak ditë më parë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit tërhoqi nga tregu lotin e formulës për foshnjë Na1 OptiPro 800 gram, pas njoftimit të bërë nga kompania prodhuese Nestle si masë parandaluese pas zbulimit të pranisë së bakterit cereulide në këtë produkt në subjektin prodhues në Holand. Ndërkohë, paralelisht kanë reaguar edhe disa subjekte që tregtojnë këto marka qumshtit duke informuar konsumatorët që nëse e kanë këtë qumësht në gjendje ta kthejnë sërish pas dhe të mos e konsumojnë. Gjithashtu AKU njofton se nga verifikimet në terren është konstatuar se është kryer afishimi i njoftimit për konsumatorin në supermarketet ku është tregtuar ky produkt, ndërsa produktet në fjalë shkojnë për asgjësim apo kthimin në vendin e origjinës.